Përshëndetje muzikal të interes kudo që ndodheni, mirë se u rikthyet në kanal. Sa mall, pas një mungese prej 2 viteve, ja ku erdhi dita të rikthehemi dhe shumë speciale le të themi pas së ndeshje, nuk e di, derbit italis, një mix ndjenjash, le të themi, një mix ndjenjash për shkak se e para njëherë patjetër një lumturi e madhe, një gëzim i madh, sepse një fitore kundër Juves është gjithmonë një gëzim për ne interistët, sepse për fat keq nuk është se ndodh shpesh. Nga krau tjetër është edhe ndjesia që diçka nuk shkoi mirë pas ndeshja, u njollos, duhet ta pranojmë, u njollos nga ai gabim trashanik i arbitrit, një karton i kuq skandaloz, le të themi, që absolutisht hiqi ngjyrat e ekipeve, po absolutisht është e papranueshme një karton i kuq i tillë. Dhe nga krau tjetër, prandaj thash është një fitore që në fundit absolutisht na gëzon, por u njollos disi dhe nuk na jep shumë mundësi pas ndeshja, faktikisht ka shumë për të folur për ndeshjen, ka shumë për të folur, edhe pse fokusi më i madh do jetë pikërisht në atë karton të kuq, pasi është pikërisht ai që e kondicionoi të gjithë vazhdimsinë e ndeshjes. Megjithatë, një Inter Juve 3-2, një fitore që na mban 8 pikë në distancën kundër Milanit, një ndeshje që në aspektin e moralit dhe të karakterit absolutisht do na ndihmoi jashtëmase, një ndeshje big gjatë gjithë këtij kampionati, më në fund arrihet fitohet një ndeshje big, le të themi, një Inter i cili, të themi drejtën, nuk më pëlqeu dhe këtë duhet ta shkëpus ndeshjen e sotme nga të gjithë performanca e Interit deri në këtë moment, në këtë kampionat, pasi ka bërë paraqitje vërtet shumë të mira, ka marrë disa fitore rresht, fitore bince, por ditën e sotme ishte një fitore e cila realisht nuk më kënaqi. Një Spalletti që e kishte arrestuar Juventusin realisht shumë mirë, shumë lart, dhe këtu po flasim që në fillim të lojës, shumë lart një Juventus që bënte pressing, dhe kam përshtypjen na ndodh diçka në ndeshjet kundër Juves. Më shumë është aspekti psikologjik. Ti nuk mund të kesh një qasje të tillë, një mentalitet të tillë, pikërisht në një nga ndeshjet më të rëndësishme të sezonit, për të mos thënë më e rëndësishme e sezonit, për të gjithë, për historinë, për gjithë mbarvajtjen, rivalitetin, çfarë ka ndodhur në histori dhe çdo gjë tjetër. Nuk mund të kesh një qasje të tillë, nuk mund të jesh aq i vakët, aq jo agresiv, aq domethënë në qasjen kundër një Juventusi, i cili nga krau tjetër ishte tmerrsisht agresiv që në minutat e para, siç e thash, Spalletti kishte arrestuar ekipin shumë lart, një Juventus që na rrezikoi dhe për çudi pikërisht në momentin më të mirë të Juventusit, vjen ai goli i Interit, një 1-0, një autogol, le të themi, pavarësisht se ata ja caktuan autogolin Cambiaso për shkak devijimit, po është një gabim trashanik i portierit Di Gregorio, është e pamundur se si një top që nuk po vjen, një gjuhëte që nuk po vinte me shpejtësi, është e habitshme se si Di Gregorio nuk arriti domethënë ta ndalonte dhe për më tepër përdori këmbën e gabuar. Megjithatë, duket sikur Juventusi e mori atë çka meritonte, pasi le të themi të vërtetën Juventusi e meritoi. Sidomos në pjesën e parë meritoi shumë dhe arriti të barazoj direkt me Cambiason, ku një gabim absolut i pafalshëm amatoresk fare është i Luis Enriquez, i cili në gjumë komplet, dhe ç'është më e bukura është sepse po të shohësh zhvillimin e aksionit, është Luis Enriquez i cili kthen dhe e sheh që ka dikë nga mbrapa, që kishte Cambiaso nga mbrapa. Presupozohet që ai është lojtari që duhet ta markojë dhe vjen të merr kohën komplet. Cambiaso është e papranueshme komplet. Gjithashtu me faj është edhe Bisek, po aty, sepse Bisek është ai që i hapi rrugën topit dhe Cambiaso i mori kohën më pas Luis Enriquez. Më pas barazohet ndeshja, më pas vjen ai momenti i kartonit kuq që të themi të vërtetën, absolutisht nuk është kur kartoni kuq, pavarësisht prekjes që Kalulu i bën. Ka një prekje të lehtë në gjoksin e bastonit, absolutisht e papranueshme edhe nga bastoni që të bëjë atë simulim të tillë dhe ajo që duhet të ndryshohet në mënyrë absolute, kategorike, është ndërhyrja e VAR-it. Sepse në rregullore nuk lejohet që për një karton të verdh VAR-i të ndërhyjë. Por në këtë rast duhet ta ndaj mendjen ose VAR-i të ndërhyjë në të gjitha situatat ose VAR-i të mos ndërhyjë më asnjëherë, sepse nuk mund ta lejosh, domethënë,
Disa raste të ndërhyjnë, disa raste nuk mund të ndërhyjnë, disa raste konsiderohen të rëndësishme, disa raste konsiderohen si raste fushe, kështu që është e papranueshme, vari absolutisht duhet ta anullonte atë karton të kuq, kartoni kuq i cili kondicionoi patjetër komplet ndeshjen dhe është pikërisht Kivu ai që në pjesë të dytë largoi direkt Bastoni i cili kishte një karton të verdh por rrezikonte shumë dhe për më tepër edhe në rastin e kartonit kuq kalulut, nëse do ishte vari, faktikisht ishte Bastoni ai që duhet ndeshkoj për simulim me karton të kuq. Megjithatë, në pjesë dytë Kivu bën disa ndryshime, absolutisht e pjesa e dytë duhet ta fitonim, ishim një lojtar më shumë në San Siro, duhet ta fitonim ndeshjen, por ç'a ndodhi? Juventusi e nisi me po të njëjtin ritëm. Sërish ishte Cambiaso ai që kishte raste për shënim. Domethënë nuk po më pëlqente fare deri në momentin që largohet Barella nga fusha, sepse duhet ta themi sot ndër më të dobtit, për mendimin tim është Barella që dakord u rikthye nga dëmtimi, por është një Barella që në fakt edhe Luis Enrique në atë mediokritetin e vet e kondicionon shumë, nuk e ndihmon fare. Barella tmerrsisht i dobët, futja e Çalhanoglus disi e ndryshoi, edhe Carlos Augusto që u fut shumë mirë. Dy fjalë kam për Thuram dhe Lautaro. Thuram dhe Lautaro realisht Thuram sikur po na bën nder që po luan. Thuram nuk është gjëkundi, zero agresivitet, zero pressing, zero çdo gjë. Nga krau tjetër edhe Lautaro që unë e dua aq shumë, por sot le të themi më shumë topa ka prekur Sommer se sa Lautaro. Kështu që edhe ai e papranueshme, sidomos edhe te goli i barazimit 2-2 të Juves, Lautaro e humb topin në mënyrë aq naive. Megjithatë, siç e thash, nis pjesa 2, futet Pio Esposito, sërish Interi nuk është se më pëlqen, Kivu arrin deri aty sa me 3 sulmues, sepse është logjike, je me një lojtar më shumë duhet ta fitosh këtë ndeshje. Patjetër që Juventusi u tërroq disi mbrapa, po prapë me kundërshtunë ishte e rrezikshme dhe vjen sërish Di Marco, një super ases. Di Marco është një nga sezonet më të mira, le të themi, dhe pikërisht ai Pio Esposito shënon me kokë një gol tmerrsisht i bukur. Interi u mundua të administronte disi rezultatin dhe ja ku vjen ajo në minutë 83, sërish gabim në mbrojtje, sërish neglizhencë dhe Locatelli arrin të shënoj gol. 2-2 atëherë kur u duk që çdo gjë do mbaronte në barazim dhe realisht do ishte një dështim i madh për Interin ky barazim, pavarësisht kartonit kuq, vjen ai Pietr Zielinski, një super lojtar, le të themi që është merkato e këtij viti, Zielinski që fatkeqësisht vjet nuk pati mundësi, pak për kondicionin e tij fizik, pak për gabimet e Inzagit, nuk pati mundësi ta tregoj veten, por Zielinski këtë vit është një blerje e rëndësishme. Realisht Zielinski na ka dhënë një dorë shumë të mirë, qoftë për llogaritë mes fushës, por edhe gjuajtjen nga larg, sepse duke parë që në të gjithë pjesën e dytë Juventusi me një lojtar më pak do të rriqej mbrapa, atëherë çfarë duhet bënim? Krosimet ose goditet nga jashtë zonës. Më pëlqeu futja e Çalhanoglus, më pëlqeu goxha, domethënë duke marrë parasysh që vinte nga një dëmtim i gjatë, Çalhanoglu hyri shumë mirë, Zielinski siç e thash absolut, për mua më të mirë, edhe Sommer sot ka bërë pritje, sepse duhet t'i japim meritat edhe Sommer, ai që na ka ndëshkuar në disa ndeshje sot realisht ka bërë pritje shumë të mira. Kështu që man of the match patjetër Zielinski, por nuk duhet harruar këtu Pio Esposito, Çalhanoglu. Vazhdojmë përpara, nuk dua të ndalem më tej, domethënë sepse e thash mendimin tim për atë karton të kuq, nuk e di se si do shkonte ndeshja 11-11, një Inter që vetëm ndeshjen e sotme realisht nuk më pëlqeu fare, kemi shumë për të përmirësuar, megjithatë rëndësi kishte fitoria, tashmë mendje në Champions League, na pret një ndeshje në Norvegji me një tapet artificial, të shohim çfarë do ndodhi aty. E rëndësishme është që pas gjithë këtyre kritikave fitohet një ndeshje e madhe, një ndeshje big me të gjithë vështirësitë, me të gjithë problematikat, e di që do hapen shumë diskutime. Megjithatë e rëndësishme është që arritëm të fitojmë. Kështu që në të mirë, në të keqe, forca Inter.